Ungjilli i ditës. Ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet. As nuk ndezin kandilin që ta vën atë nën shinik, por e vën mbi kandil mbajtëse dhe ndrit mbi të gjithë ata që janë në shtëpi. Kështu le të ndriçoj drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira e të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiejt. Mos kujtoni se erdha të prish ligjin a profetët. Nuk erdha të prish, po të përmbush. Sepse me të vërtet po ju them juve, derisa të shkojë qielli edhe dheu, as një jota, a një pik, nuk do të shkojë nga ligji, derisa të bëhen të gjitha. Ai pra që të shkel qoftë edhe një nga këto porosi të vogla, dhe të mësoj kështu njerëzit, i vogël do të quhet në mbretërinë e qiejve. Por ai që t'i bëj atë mësoj të tjerët, ky do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve. Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Mateut, kreu 5, vargu 14 deri 19. Komenti i Ungjillit. Të dashur më Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexuam nga Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, vargu 14-19. Zoti thot: ju jeni drita e botës. Vetë Zoti Jezu Krisht ka thënë për veten: unë jam drita e botës. Por na thot edhe neve, të krishterëve, besimtarët e tij, shërbëtorët edhe bijtë e tij, ju jeni drita e botës. Pra, ka një lidhje shumë të ngushtë nëpërmjet atij që është burimi i dritës, edhe neve që jemi reflektimi i kësaj drite. Ashtu si ka një lidhje ndërmjet diellit edhe hënës, e cila reflekton dritën e diellit. Kështu edhe neve, duke marrë dritë prej dritës, e reflektojmë atë dritë tek të tjerët. Prandaj dhe Zoti na thot: ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet. Pra, i krishteri i ngjan atij qyteti që është ngritur mbi mal, mbi malin e besimit, dhe ai është i dukshëm nga të gjithë. Pra, ne nuk mund ta fshehim besimin ton, por ne e pohojmë se besojmë në Zotin Jezu Krisht, por edhe jetojmë sipas porosive të tij. Askush nuk ndes kandilin që ta vë atë në shinik, po e vën mbi kandilmbajtëse dhe të ndit me gjithë ata që janë në shtëpi. Pra, Zoti Jezu Krisht thot: askush nuk e ndes kandilin. Bëhet të fjalë për dritën e besimit, që ngjan dritës së kandilit që ndizet në një dhomë të errët. Kështu është dhe besimi tek një njeri. Është një dritë e cila ndriçon në errësirën e mëkatit, të paditurisë, të ignorancës, e cila sundon rreth e qark. Por Zoti tërheq vëmendjen tek ata që kanë ndezur këtë dritë. Pra, që kanë besuar në Zotin Jezu Krisht, janë bashkuar me atë me anë të misterit të pagëzimit, e përforcojnë këtë bashkim me anë të misterit të falënderimit hyjnor, edhe e ruajnë këtë dritë me anë të pendim rrëfimit. Por besimtari, si thanë më përpara, nuk duhet ta mbajë besimin për veten e tij. Pra, që ta vë atë në shinik.
shnik ose kup ishte një enë që përdorej për tregti. Kështu që besimtari duhet jeti kujdesshëm që nuk duhet ta zbej këtë dritë, ta fshej këtë dritë, ta mbuloj atë duke marrë me gjërat e kësaj bote, me të mirat materiale, që në një farë mënyre ja zën frymën kësaj drite, po e vën mbi kandilmbajtëse. Pra besimtari duhet të merret me besimin, duhet të jetojë sipas besimit. Dhe kjo dritë e besimit të dritë mbi gjithë ata që janë në shtëpi. Shtëpia është kjo botë, shtëpia jonë e përbashkët. Kështu ne besimtarët jetojmë në këtë shtëpi që është e errët për shkak të paditurisë dhe mëkatit, dhe neve ndriçojmë ashtu si ndriçon kandilmbajtësia. Ndriçojmë me fjalët tona, me veprat tona, dhe kështu bëhemi shembull për njerëzit. Dhe më poshtë Zoti thotë: kështu le ndriçoj drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira e të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiejt. Pra, Zoti na thotë të ndriçoj drita jon përpara njerëzve, pra siç tham drita e besimit, që t'i shohin punët tuaja të mira. Ne nuk mund t'i fshehim punët e besimit. Ne i shfaqim ato haptasi. Prandaj, neve duhet t'ju themi njerëzve: në qoftë se neve ju falim se këtë e bëjmë në emër të besimit. Në qoftë se neve ju duam, këtë e bëjmë në emër të besimit. Në qoftë se neve ju shërbejmë, këtë e bëjmë në emër të besimit. E bëjmë se jam i krishterë. E bëjmë se jemi të krishterë. Pra, duke vepruar në këtë mënyrë, pra duke treguar burimin e dritës që është Zoti Jezu Krisht, dhe duke shfaqur këto vepra të mira që janë si dritë midis njerëzve që bëjnë punë të mbrapshta, që i përngjajnë errësirës, ne bëjmë një gjë shumë të madhe. Lavdërojmë Atin ton që është në qiejt. Pra, punët tona nuk mbeten vetëm tonat, por ato ndikojnë tek të tjerët, ose për të lavdëruar Perëndin, ose që të shahet emri i Perëndis. Pra, si të krishterë ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe. Besimi nuk është thjesht privat, nuk është thjesht i fshet, por besimi ynë duhet të jetë i dukshëm. Aq më tepër i përligjur nëpërmjet veprimeve që bëjmë, dhe të gjitha këto veprime nuk janë thjesht për t'i dhënë lavdi vetes son, por për t'i dhënë lavdi Atit ton që është në qiejt. Dhe neve duke lavdëruar Perëndin me veprimet tona, sipas besimit, edhe Perëndia do të na lavdërojë ne me anë të Birit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Mos kujtoni se erdha të prish ligjin a profetët. Nuk erdha të prish, por të përmbush. Mund themi se shumica e udhëheqësve e reformatorëve i presin të gjitha lidhjat me të kaluarën, duke thënë: tani çdo gjë do bëhet e re, e vjetra u harua. Përkundrazi, Zoti Jezu Krisht nuk i hedh poshtë as ligjin, as profetët, të cilët kishin një karakter edukativ për popullin e Izraelit, por edhe për gjithë njerëzimin. Dhe Zoti Jezu Krisht erdhi që ta përmbush ligjin, ta plotësoj dhe ta përsos atë. Dhe vazhdon më poshtë dhe thotë: se me të vërtet po ju them juve, derisa të shkojë qielli edhe dheu, as një jota, a një pikë nuk do të shkojë nga ligji derisa të bëhen të gjitha. Pra, kush ishte jota dhe pika? Jota dhe pika ishin disa shenja piksimi në alfabetin e gjuhës hebraike. Dhe patjetër që ishin shenja të vogla dhe në duke të parëndësishme, Zoti thot se i gjithë ligji i shkruar, edhe shenjat e piksimit janë të rëndësishme. Pra, çdo gjë në shkrimin e shenjtë është e vlefshme, sepse shkrimi i shenjtë është i shkruar në frymëzimin e Perëndis, pra në hirin e Shpirtit Shenjtë që ju foli njerëzve të shenjtë. Është e rëndësishme të vërejmë që Zoti Krisht nuk tha që ligji nuk do të kalonte kurrë, por derisa të përmbushet. Dhe ligji u përmbush në Zotin Jezu Krisht. Të dashur më Krishtin, le të flasim pak për ligjin. Ligji ishte ai sistem i legjislaturës që Perëndia i dha kombit të Izraelit me anë të Mojsiut. Dhe më themi se i gjithë ligji ose trupi i ligjit gjendet tek Eksodi, tek Levitiku dhe tek ligji i përtërir. Ndërsa thelbi i tij
është i përmbledhur në 10 porosit që Zoti Krisht i dha Mojsiut në malin Sinai. Por pavarësisht se ky ligj i dha popullit Izraelit, një popull i zgjedhur nga Zoti, prap ligji nuk është si një mjet për shpëtim. Ai ishte caktuar për të treguar njerëzve se ishin njerëz mëkatar dhe nuk mund t'i zbatonin porosit e ligjit. Kështu që njerëzit të ndërgjegjësoheshin që ata vetë nuk mund të shpëtoheshin dhe kishin nevojë për ndihmën e Perëndis. Jo vetëm kombi i Izraelit nuk e zbatoi ligjin, dhe këtë shikojmë shpeshherë në historinë e tij, ku ata e shkelën ligjin, por ligji ishte edhe për gjithë njerëzimin, i cili është të shkruar në zemrat e njerëzve. Pra të gjithë njerëzit e dinë që nuk duhet bëjnë keq, që nuk duhet vjedhin, që nuk duhet të vrasin, që nuk duhet të dhunojnë. Pra të gjithë njerëzit, si izraelitët që e kishin të shkruar, por dhe kombet që e kishin të shkruar në zemër, në një farë mënyre ishin në ligj. Por si izraelitët edhe kombet nuk e zbatuan ligjin. Dhe ligji kishte të bashkangjitur pas vetes edhe dënimin me vdekje. Dhe të thyej një nga urdhërimet e ligjit do të thojë të thyej gjithë ligjin. Prandaj, të gjithë janë fajtor përpara Perëndis. Dhe të gjithë kanë nevojë të shpëtohen nga Perëndia. Por, që ne të shpëtohemi nga Perëndia, duhet të përmbushet ligji, sepse ligji kërkon shpagim. Prandaj erdhi dhe biri i Perëndis, Zoti Jezu Krisht, me anë të Shpirtit Shenjtë, dhe ai e përmbushi ligjin në veten e vet. Por u bë edhe drejtësi për ligjin, sepse shpagovi të gjitha shkeljet tona, mëkatet tona që ishin kundër ligjit. Prandaj, ne jemi të shpëtuar nëpërmjet besimit në Zotin Jezu Krisht. Ashtu siç na thot edhe apostulli Shën Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Tani pra nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezu, që nuk ecën sipas mishit, por sipas frymës. Sepse ligji i frymës së jetës në Isu Krishtin më shliroi nga ligji i mëkatit edhe i vdekjes. Sepse atë që ishte e pamundur për ligjin, sepse ishte pa forcë për shkak të mishit, Perëndia, duke dërguar birin e vet në shëmbullim mishi mëkatar, edhe për mëkat, e dënoi mëkatin në mish, që të përmbushet drejtësia e ligjit në ne, që nuk ecim sipas mishit, po sipas frymës. Prandaj, të dashur me Krishtin, duke qenë të bashkuar në Zotin Jezu Krisht, ne fillojmë një jetë e re. Por kjo nuk do të thotë se ne jemi pa ligj. Ne e zbatojmë ligjin tani të frymëzuar nga hiri i Shpirtit të Shenjtë, për treguar se ne kemi filluar një jetë të re sipas frymës. Pra mund të themi se gjitha porosit që Zoti i dha Mojsiut në malin Sinai kanë një lidhje të përhershme, që ne dim është gjithmonë gabim të vjedhësh, të lakmosh ose të vrasësh. Mund themi se nga 10 urdhëresat, të 9 urdhërimet janë të përsëritur në dhjetën e re. Me një dallim të rëndësishëm, ato nuk na e dhënë neve si ligj, por si formim në drejtësi për popullin e Perëndis. I vetmi urdhërim që të krishterët nuk janë të detyruar ta zbatojnë është urdhërimi për të shtunën, por që ne kemi thënë dhe një herë tjetër se ky urdhërim zëvendësohet me ditën e diel. Pra, mund themi se drejtësia e pretenduar nga ligji është përmbushur në ata që nuk ecin sipas mishit, po sipas frymës, siç na thot dhe apostulli Shën Pavli. Por mund të themi se jeta në Krishtin jo vetëm e përmbush ligjin, por i krishteri është thirrur për një ligj më të lartë, më shpirtëror, dhe këtë kemi në predikimin që Zoti Jezu Krisht bëri në mal, ku ai tha: "Është thënë mos vri, por unë po i them mos u zemëroni." Kështu, predikimi në mal jo vetëm që mbështet ligjin dhe profetët, por ai e përforcon atë dhe zhvillon në kuptimet më të thella të tyre. Prandaj, të dashur me Krishtin, neve duhet jetojmë sipas ligjit, ta përmbushim atë dhe ta përsosim në jetën tona. Ashtu siç na mësoni Zoti ynë Jezu Krisht, dhe ashtu si fryma e shenjtë na udhëheq. Edhe për këtë ne kemi shembull etrit tan të kishës. Por le të flasim pak edhe për vargun 19. Ai pra që shkel qoftë dhe një nga këto porosi të vogla, dhe të mësoj kështu njerëzit, i vogël do të quhet në mbretërinë e qeve. Por ai që t'i bëj e të mësoj të tjerët,
ky do të quhet i madh në mbretërinë e qejve. Mund themi se njerëzit janë të prirur për ta anashkaluar ose zbeur ligjin, kurse Zoti na tha që ligji duhet të përmbushet. Pra, ne e përmbushim ligjin në Zotin Jezu Krisht dhe i bëjmë veprat e ligjit, siç tham, për të përligjur besimin ton, sipas hirit të Shpirtit të Shenjtë. Dhe patjetër që ne shpëtohemi nga besimi në Zotin Jezu Krisht, por besimi është i përligjur nëpërmjet veprimeve. Prandaj, edhe pozicioni ynë në mbretërinë e qejve nuk do varet vetëm nga besimi ynë në Zotin Jezu Krisht, por se sa të bindur jemi në zbatimin e porosive. Dhe kjo do përcaktoj e vendodhjen tonë në prezencën e Perëndis. Pra ai njeri që i zbaton porosit dhe i mëson të tjerët, ky do të quhet i madh në mbretërinë e qejve. Prandaj, të dashur më Krishtin, edhe kisha jon ortodokse ndan nga një mori e madhe besimtarësh disa që ajo i quan të shenjtë, të cilët ishin të spikatur në besimin e tyre dhe e veprat e tyre në Perëndin lanë gjurmë të thella në historinë e kishës, po në historinë e gjithë njerëzimit, me fjalë, me veprime. Dhe kisha jon ka një mori shenjtorësh, një re shenjtorësh, të cilët kanë kryer një funksion të ndryshëm, si apostuj, si martir, si hierark, mësues të kishës, si oshenar, si të drejtë, si mbretër të shenjtë. Dhe kisha gjithmonë i vendos këta njerëz përpara nesh, për qenë një akt frymëzimi për neve, edhe neve të ecim sipas shembullit të tyre, që t'i zbatojmë si ata porositë e Perëndis, t'i mësojmë të tjerët si ata, dhe një ditë edhe neve si ata do të quhemi të mëdhenj në mbretërinë e qejve. Dëgjuat komentin e Ungjillit.